Alma, kujdestarja ime, do të trashëgoj të gjithë pasurinë time. Fjalët e gjyshit ranë mbi dhomën si një bombë. Askush nuk lëvizi, askush nuk foli. Në tryezën e gjatë prej druri, ku ishin mbledhur të gjithë pasardhësit e familjes, dëgjohej vetëm tik-taku i orës së vjetër në mur. $10 milion. Kjo ishte pasuria që zotëronte gjyshi. Dhe tani, vetëm pak minuta para se të vdiste, ai kishte vendosur t'ia linte gjithçka një vajze që pothuajse askush në familje nuk e konsideronte pjesë të tyre. Almës, kujdestares që kishte qëndruar pranë tij gjatë viteve të fundit. Djalit të madh të gjyshit ju zbardh fytyra. Çfarë the, baba? Gjyshi ngriti ngadalë kokën nga krevati. Ishte i dobët. Frymëmarrja i ishte rënduar, por sytë e tij ishin ende të kthjellët. E dëgjove shumë mirë. Pastaj ktheu kokën nga Alma. Ajo është e vetmja që nuk më tradhtoi. Një nga nipërit goditi tavolinën me dorë. Kjo është çmenduri. Ajo është vetëm kujdestare. Alma uli syt. Nuk tha asgjë, por gjyshi e dinte diçka që askush tjetër nuk e dinte. Një sekret që kishte mbajtur të fshehur për më shumë se 20 vjet. Dhe pikërisht kur noteri nxori dokumentet e trashëgimisë, në korridor u dëgjua një zhurmë. Dera e jashtme u përplas. Të gjithë u kthyen. Pastaj u dëgjua një tjetër zhurmë. Xhamat e dritares së katit të parë u thyen. Çfarë po ndodh? Bërtiti dikush. Dritat u fikën. Dhoma u zhyt në errësirë. Alma u ngrit me njëherë. Dhe për herë të parë atë mbrëmje, gjyshi buzëqeshi. Erdhi koha, pëshpëriti ai. Për çfarë? Pyeti Alma e tmerruar. Gjyshi ju afrua dhe i tha në vesh. Ata nuk kanë ardhur për parat. Kanë ardhur për dokumentin që ti ke në duar. Alma ngriti syt. Por dokumenti nuk ishte më aty. Dikush ja kishte marrë nga tavolina. Dhe në atë moment, nga kati i sipërm u dëgjua një britm. Gjyshi kë një trashëgimtar tjetër. Të gjithë ngrin. Alma vështroi familjarët njëri pas tjetrit. Dikush po gënjente. Dikush në atë shtëpi e dinte të vërtetën. Dhe ndoshta dikush ishte gati të vriste për të. Por ajo që Alma nuk dinte ende ishte se gjyshi nuk ja kishte lënë asaj $10 milion vetëm sepse ajo ishte kujdestarja e tij. Ai e kishte zgjedhur sepse Alma ishte pjesë e familjes. Dhe kjo e vërtet do të trondiste gjithçka. Trashëgimtarja e askush e ke e priste. Ora kishte kaluar mesnatën. Në vilën madhështore të familjes Hoxha, askush nuk guxonte të fliste. Të gjithë ishin ende të tronditur nga fjalët e Artur Hoxhës. Alma, kujdestarja ime, do të trashëgoj pasurinë time. $10 milion. Askush nuk e kishte pritur. As Alma. Ajo qëndronte pranë krevatit të tij, me duart të mbledhura para trupit. Për 3 vjet kishte kujdesur për Arturin. I kishte dhënë ilaçet. I kishte përgatitur ushqimin. E kishte shoqëruar në kontrolle. Dhe, mbi të gjitha, kishte qenë pranë tij në netët kur sëmundja e kishte bërë të ndihej i vetëm. Por ajo kur nuk kishte menduar se një ditë emri i saj do të përmendej në një testament prej $10 milion. Djali i madh i Arturit, Adriani, u ngrit nga karrigia. Baba, ti nuk mund të jesh serioz. Arturi e pa. Jam më serioz se kur. Ajo është një e huaj. Alma uli kokën. Por Arturi reagoi me njëherë. Mos e quaj të huaj. Dhoma heshti. Sepse në këtë familje, vazhdoi ai, disa prej jush kanë haruar çfarë do të thotë të jesh familje. Adriani u afrua. Çfarë po përpiqesh të thuash? Arturi mori frymë thellë. Po përpiqem të them se pasuria ime nuk do t'i shkojë atij që ka mbiemrin tim. Do t'i shkojë atij që e meriton. Nëna e Adrianit, Mirela, ngriti zërin. Ti ke humbur mendjen. Arturi buzëqeshi me hidhërim. Ndoshta, por jo aq sa të haroj atë që më keni bërë. Alma ndjeu një të ftohtë në trup. Çfarë donte të thoshte? Çfarë i kishte bërë familja?
Dhe pse ai po sillej sikur po përgatitej të zbulonte diçka që kishte mbajtur fshehur prej vitesh. Në atë moment, noteri që kishte ardhur nga Tirana hapi dosjen. Zoti Hoxha, a jeni sigur që dëshironi ta lexojmë testamentin sonte? Po. Noteri nxori një dokument. Unë, Artur Hoxha, në gjendje të plot mendore. Prit, bërtiti Adriani. Të gjithë u kthyen. Nuk mund të lexosh një testament kur babai im është në këtë gjendje. Noteri e pa qetësisht. Zoti Hoxha ka nënshkruar dokumentet para meje dhe 2 dëshmitarve. Kjo nuk do të thot asgjë. Arturi ngriti dorën. Mjaft. Pastaj vështroi Almën. Alma, afrohu. Ajo ju afrua. Arturi i kapi dorën. Ti ke qenë vetmja që më ka pyetur ndonjëherë nëse kam nevojë për diçka pa pritur asgjë në këmbim. Almës ju mbushën syt me lot. Zoti Artur, unë nuk kam bërë asgjë për parat. E di. Ai e shtrëngoi dorën e saj. Pikërisht për këtë arsye po t'i lë. Në dhomë ra heshtja. Por pikërisht atëherë. Një zhurmë e fortë erdhi nga kati i parë. Të gjithë u kthyen. Çfarë ishte kjo? Pyeti Mirela. Roja i vilës vrapoi drejt korridorit. Pas pak sekondash u dëgjua një tjetër zhurmë. Krash. Një dritare ishte thyer. Dikush hyri në shtëpi. Bërtiti Roja. Panik. Adriani mori telefonin. Thirr policin. Por telefoni nuk kishte sinjal. Mirela shkoi drejt derës. Është bllokuar. Arturi nuk dukej i habitur. Përkundrazi, ai po shikonte Almën. E dija që do të vinin. Alma u afrua. Kush? Arturi foli me zë të ulët. Ata që nuk duan që ti ta marrësh atë që të takon. Papritur, dritat u fikën. Errësirë totale. Një britm u dëgjua nga korridori. Kush është aty? Pastaj hapa. Është shpejt. Dikush po ngjitej në shkallë. Alma u tërhosh pas. Një figurë e zezë kaloi pranë derës. Adriani u hodh drejt saj, por personi e shtyu dhe u zhduk në korridor. Ka peni. Bërtiti ai. Roja vrapoi pas tij. Alma qëndroi pranë Arturit, por atëherë vuri re diçka. Dosja e testamentit nuk ishte më mbi tavolinë. Zoti Artur. Ai e kuptoi menjëherë. Dokumentet nuk janë këtu. Arturi mbylli syt. Atëherë filloi. Çfarë? Ai e pa drejt në sy. Loja. 5 minuta më vonë, policia ende nuk kishte mbërritur. Roja ishte kthyer. Nuk kishte gjetur askënd, por në dyshemen e korridorit kishte diçka. Një njoll gjaku. Adriani u përkul. Dikush është plagosur. Mirela u zbe. Kush? Askush nuk e dinte. Arturi kërkoi Almën. Mbylle derën. Ajo e mbylli. Tani dëgjo me kujdes. Shko në dhomën time të vjetër. Përse? Sepse pas pikturës së gruas sime është një kasafort. Alma mbeti e habitur. Kasafort? Arturi i dha një qelës të vogël. Brenda do të gjesh diçka që do të shpjegoj gjithçka. Çfarë? Identitetin tënd. Alma nuk lëvizi. Identitetin tim. Arturi mbylli syt për disa sekonda. Ka ardhur koha që ta dish. Alma doli nga dhoma. Por pa e ditur, dikush po e ndiqte. Ajo kaloi në korridor. U ngjit në shkallët. Dera e dhomës së vjetër ishte gjysmë e hapur. Alma e shtyu ngadalë. Brenda ishte errësirë. Ajo ndezi dritën. Piktura e madhe ishte ende në mur. Ajo hoqi pikturën. Pas saj ishte një kasafort. Vendosi qelsin, por para se ta rrotullonte. Klik. Dera u mbyll pas saj. Alma u kthye. Një burr qëndronte në errësirë. Mos e hap atë kasafort. Alma u trem. Kush je? Burri doli një hap përpara. Dikush që po përpiqet të shpëtojë jetën. Çfarë do nga unë? Nëse hap atë kasafort,
do të kuptosh pse gjyshi yt të la $10 milion. Alma bëri një hap prapa. Si e di ti për testamentin? Burri heshti. Pastaj tha diçka që e bëri Almën të ngrinte. Sepse unë isha aty natën kur të morën nga familja jote. Alma u zbe. Çfarë the? Burri nxori nga xhepi një fotografi të vjetër. Në fotografi ishte Arturi. Pranë tij ishte një grua e re. Dhe në krahët e saj ishte një foshnjë. Në pjesën e pasme të fotografisë shkruhej: Alma, vajza jon. Alma ndjeu sikur toka ju largua nën këmbë. Jo. Burri e pa. Po. Arturi është babai im. Jo. Ai heshti për një çast. Arturi është gjyshi yt. Alma nuk mund të merrte frymë. Në atë moment u dëgjua një krismë nga kati i poshtëm. Burri kapi Almën për krahu. Duhet të ikim. Ani. Por kasaforta. Harroje. Jo. Alma e shtyu. Dua të di të vërtetën. Ajo u kthye drejt kasafortës. Dhe e hapi. Brenda nuk kishte para. Nuk kishte bizhuteri. Kishte vetëm një zarf të bardhë. Në të shkruhej: për Almën. Vetëm nëse unë kam vdekur ose nëse dikush po përpiqet të vras. Alma e hapi. Lexoi rreshtin e parë. Dhe duart filluan t'i dridheshin. Alma, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se tradhtari është tashmë brenda familjes. Ajo ndaloi, sepse në fund të korridorit dëgjoi hapa. Dikush po vinte drejt tyre. Dhe këtë herë, nuk ishte vetëm një person. Hapat po afroheshin. 1, 2, 3. Alma mbante letrën e gjyshit në duar dhe nuk arrinte të merrte frymë normalisht. Burri që kishte ardhur ta paralajmëronte i bëri shenjë të mos fliste. Fike dritën. Alma e fiku. Dhoma u zhyt në errësirë. Hapat ndaluan para derës. Doreza u lëviz ngadalë. Pastaj dera u hap. Një hije hyri brenda. Alma qëndroi e fshehur pas murit. Burri pranë saj mbajti frymën. Hija u afrua drejt kasafortës. Dikush kishte ardhur të merrte diçka, por kasaforta ishte bosh. Personi u kthye dhe doli. Sapo dera u mbyll, burri i pëshpëriti Almës. Tani duhet të ikim. Kush ishte? Nuk e di. Gënjen. Ai e pa në sy. Nëse do të vrisnin, nuk do të kisha ardhur këtu. Alma shtrëngoi letrën. Unë nuk po i ki pa e ditur të vërtetën. Atëherë lexoje. Alma ndezi dritën e vogël të telefonit. Hapi përsëri letrën. Shkrimi i Arturit ishte i qartë. Alma, nëse po e lexon këtë, do të thotë se nuk ka më kohë. Ajo vazhdoi. Për vite kam jetuar me një faj që nuk më ka lënë të fle. Alma ndaloi. Një lot i rëshiti në faqe. 30 vjet më parë, vajza ime Elira u zhduk. Alma ngriti kokën. Elira, emri i nënës së saj. Ajo e kishte dëgjuar vetëm disa herë gjatë fëmijërisë. Nëna e saj kishte vdekur kur Alma ishte e vogël. Kështu i kishin thënë, por letra vazhdonte. Të gjithë menduan se Elira kishte vdekur. Unë nuk e besova kur. Alma ndjeu një therje në gjoks. Nëna ime ishte gjallë. Burri nuk foli. Alma vazhdoi të lexonte. Atë natë, Elira mori me vete foshnjën e saj. Një vajzë të vogël. Letra ju drodh në duar. Jo. Por para se të largohej nga shtëpia, ajo më tha se dikush në familje po përpiqej ta vriste. Alma e mbuloi gojen. Në atë moment, nga korridori u dëgjua një zhurmë. Burri i bëri shenjë të heshte, por Alma vazhdoi. Nuk të humba nga një aksident, të humba sepse dikush të mori. Ajo ndaloi së lexuari. Kush? Në fund të faqes kishte vetëm një fjali. Përgjigjen e ke në shtëpinë e vjetër në liçen. Pastaj një adresë. Alma e njihte vendin. Ishte një vilë e braktisur që Arturi nuk e kishte përmendur kur. Duhet të shkojmë atje. Burri tundi kokën.
Jo. Pse? Sepse është vendi i parë ku do të na kërkojnë. Kush janë ata? Ai heshti. Më në fund duhet të ma thuash emrin. Burri uli syt. Më quajnë besnik. Kush je? Kam punuar për gjyshin tënd për më shumë se 20 vite. Alma mbeti pa fjalë. Atëherë pse nuk të kam parë? Sepse Arturi më kërkoi të qëndroja larg familjes. Pse? Besniku e pa. Sepse nuk u besonte fëmijëve të tij. Në katin e poshtëm, situata kishte dalë jashtë kontrollit. Adriani kishte gjetur një armë. Askush nuk del nga kjo shtëpi. Bërtiti ai. Mirela po qante. Çfarë po ndodh? Por Adriani nuk po i përgjigjej. Ai po shikonte derën e dhomës ku ndodhej babai i tij. Arturi ishte ende gjallë, por frymëmarrja i ishte dobësuar. Noteri qëndronte pranë tij. Duhet të thërasim ambulancën. Arturi kapi krahun e tij. Jo, zoti Hoxha. Dëgjo. Arturi foli me vështirësi. Nëse unë vdes para se Alma të kthehet. Ai ndaloi. Mos lejo askën të prek trupin tim. Noteri u shtang. Pse? Arturi e pa drejt në sy. Sepse vdekja ime nuk do të jetë ajo që duket. Në dhomën e vjetër, Alma dhe besniku po përgatiteshin të largoheshin. Por papritur telefoni i Almës ra. Numër i panjohur. Ajo nuk donte të përgjigjej. Por besniku i tha. Hape. Alma ngriti telefonin. Alo. Në anën tjetër nuk fliste askush. Pastaj një zë mashkulli. I ftohtë. Mos shko në shtëpin e liçenit. Alma u ngrir. Kush je? Dikush që e di se çfarë ndodhi me nënën tënde. Çfarë i ndodhi? Nëse shkon atje, do ta zbulosh. Pse po më paralajmëron? Zëri heshti. Pastaj tha. Sepse unë isha personi që e ndihmoi atë të largohej. Telefonata u ndërpre. Alma vështroi besnikun. Ai e di për nënën time. Besniku u zbe. Kjo nuk është e mundur. Pse? Sepse vetëm 3 persona e dinin atë histori. Kush? Besniku uli kokën. Arturi. Ti. Po. Dhe kush ishte i treti? Besniku heshti. Pastaj tha. Adriani. Alma ndjeu një të ftohtë. Djali i gjyshit. Ai që pak minuta më parë kishte protestuar kundër trashëgimisë. Ai që kishte humbur kontrollin. Ai që tani kishte armë në dorë. Mendon se Adriani e mori dokumentin. Nuk mendoj. Besniku e pa. Jam i sigurt. Alma dhe besniku dolën nga dhoma nëpërmjet një korridori të fshehtë që ndodhej pas bibliotekës. Por sapo dolën në obor, një makinë e zezë u nis drejt tyre. Besniku bërtiti. Vrapo. Makina përplasi portën. Alma ra për tokë. Një plumb goditi murin pranë saj. Besniku e tërhoqi pas një makine të parkuar. Ata duan letrën. Si e din që e kam? Sepse dikush i ka treguar. Kush? Para se besniku të përgjigjej, një burr zbriti nga makina. Mbante një armë. Alma. Ajo u ngrit. Kush je? Burri hoqi kapuçin. Alma e njohu. Ishte roja i vilës. Por ai nuk ishte vetëm. Pas ti doli Adriani. Më jep letrën, Alma. Ajo mbeti e shtangur. Ti. Adriani u afrua. Nuk e kupton çfarë po bën. Ti e vodhe testamentin. Po. Ti dërgove njerëzit. Po. Ti e vrave nënën time. Adriani heshti. Kjo heshtje ishte përgjigja më e frikshme. Alma u tërhoq. Adriani ngriti armën. Më jep letrën dhe askush nuk do të lëndohet. Besniku u hodh përpara. Një krismë. Pastaj një tjetër. Besniku ra për tokë. Besnik. Alma bërtiti. Ajo vrapoi. Adriani u nis pas saj. Alma hyri në pyll. Degët i gërvishtën fytyrën. Por nuk ndaloi.
Ajo e dinte se duhej të largohej. Pas saj dëgjoheshin hapa. Alma. Bërtiti Adriani. Nuk mund të fshihesh për gjithmonë. Ajo u fsheh pas një peme. Hapat kaluan pranë saj. Pastaj u larguan. Alma nxori telefonin. Kishte vetëm një numër që mund të telefononte. Numrin e Arturit. Por kur e telefonoi, dikush u përgjigj. Alo? Alma heshti. Nuk ishte zëri i gjyshit. Ishte zëri i një gruaje. Një zë që Alma nuk e kishte dëgjuar prej më shumë se 20 vitesh. Alma. Telefonit ju drodh dora. Kush je? Gruaja filloi të qante. Bi. Alma nuk merrte dot frym. Jo. Alma, më fal. Kush je? Gruaja u përgjigj. Jam nëna jote. Alma mbeti e ngrirë. Nëna e saj ishte gjallë. Dhe ajo po telefononte pikërisht në natën kur gjyshi i kishte lënë $10 milion. Por gruaja tha edhe diçka tjetër. Mos i beso Arturit. Alma u shtang. Çfarë? Ai të ka gënyer për një gjë shumë të rëndësishme. Çfarë? Gruaja heshti. Pastaj tha. Ti nuk je trashëgimtarja e vetme. Telefonata u ndërpre. Alma pa letrën e gjyshit. Pastaj pa shtëpin nga larg. Dhe kuptoi se pasuria prej $10 milion ishte vetëm pjesa më e vogël e sekretit. Sepse në fund të letrës, pas firmës së Arturit, kishte një fjali që ajo nuk e kishte parë më parë. Nëse nëna jote shfaqet, mos e beso. Alma ngriti kokën. Dhe për herë të parë pyeti veten. Kush po thoshte të vërtetën? E vërteta e ndryshoi gjithçka. Alma qëndronte e fshehur mes pemëve. Në njërën dorë mbante letrën e gjyshit. Në tjetrën telefonin. Zëri i nënës së saj vazhdonte t'i jehonte në mendje. Mos i beso Arturit. Por në fund të letrës Arturi kishte shkruar. Nëse nëna jote shfaqet, mos e beso. Kush po gënjente? Kush po thoshte të vërtetën? Alma nuk kishte më kohë për të menduar. Dëgjoi një makinë që afrohej. Fenerët ndriquan pyllin. Ajo u fsheh pas një peme. Makina ndaloi. Dera u hap. Ishte Adriani. Por këtë herë ai nuk kishte armën në dorë. Ai dukej i lodhur. I dëshpëruar. Alma. Thirri ai. Dua të flasim. Ajo nuk u përgjigj. E di që je aty. Heshtje. Nuk dua të vras. Alma doli nga hija. Atëherë pse më ndoqe me armë? Adriani uli kokën. Sepse kisha frikë. Nga çfarë? Nga e vërteta. Alma ju afrua. Çfarë të ka bërë nëna ime? Adriani e pa. Nëna jote nuk të braktisi. Alma u shtang. Çfarë? Ajo u përpoq të shpëtonte. Nga kush? Adriani nuk foli. Nga kush? Nga babai ynë. Alma u hutua. Arturi. Adriani tundi kokën. Po. Por gjyshi më tha se babai ka gënyer për shumë vite. Alma ndjeu zemërim. Atëherë pse më la pasurin? Adriani u afrua. Sepse e kuptoi gabimin. Çfarë gabimi? Adriani nxori nga xhepi një fotografi. Ishte një fotografi e vjetër e familjes. Në të ishin Arturi, Elira dhe Adriani. Por pranë Elirës ishte një vajzë e vogël. Alma. Ti e ke ditur gjithmonë që unë ekzistoj. Po. Pse nuk më kërkove? Adriani u përgjigj me zë të ulët. Sepse më kërcënuan. Kush? Ai heshti. Pastaj tha. Njerëzit që kishin punuar me baban ton. Alma kujtoi burrat në makinë. Ata janë ende gjallë. Po. Dhe duan pasurin. Adriani tundi kokën. Jo. Ai e pa drejt në sy. Ata duan diçka që vlen shumë më tepër se $10 milion. Çfarë? Dokumentet e kompanisë. Alma mbeti pa fjalë. Adriani vazhdoi. Gjyshi yt kishte një fond të fshehtë. Para, prona dhe aksione me vlerë $10 milion të tjera.
por nëse dokumentet dalin në dritë, disa njerëz të fuqishëm do të përfundojnë në burg. Alma kuptoi. Testamenti nuk ishte arsyeja e vërtetë, ishte vetëm qelësi. Në atë moment u dëgjua një makinë tjetër. Adriani u kthye. Ata erdhën. Kush? Njerëzit që po të kërkojnë. Çfarë të bëjmë? Adriani i dha Almës një qelës. Shko në shtëpinë e liçenit. Po ti, do t'i mbaj larg. Jo. Adriani buzëqeshi për herë të parë. Për gjithë jetën kam qenë djali që të gjithë e mendonin si trashëgimtar. Sot do të bëj diçka që duhej ta kisha bërë shumë vite më parë. Ai u kthye drejt makinës. Alma vrapoi drejt tij. Adriani. Ai u kthye. Çfarë? A e vrave nënën time? Adriani ngriti kokën. Jo. A e ke ditur ku ishte? Po. Pse nuk më tregove? Ai uli syt. Sepse ajo më kërkoi të mbroja nga larg. Alma mbeti pa fjalë. Adriani hipi në makinë dhe u largua. Pak sekonda më vonë u dëgjuan krisma. Alma filloi të vraponte drejt shtëpisë së liçenit. Vila e vjetër ishte e braktisur. Dera ishte gjysmë e hapur. Alma hyri. Në mur kishte fotografi të vjetra. Në një prej tyre ishte nëna e saj, Elira. Alma preku fytyrën e saj. Mami. Papritur dëgjoi një zë. Alma. Ajo u kthye. Një grua qëndronte në korridor. Flokët i kishte thinjur. Syt i kishte të mbushur me lot. Alma nuk lëvizi. Mami. Gruaja vrapoi drejt saj. U përqafuan. Për disa sekonda asnjëra nuk foli. Pastaj Alma u tërhoq. Pse më braktise? Elira filloi të qante. Nuk të braktisa kur. Atëherë ku ishe? Duke u fshehur. Nga kush? Elira e pa. Nga Arturi. Alma heshti. Por ai më la gjithçka. Sepse e kuptoi shumë vonë se kishte gabuar. Elira mori frymë thellë. Babai im ishte pjesë e një biznesi të paligjshëm. Kur kuptova se çfarë po bënte, u përpoqa të largohesha. Ai kërcënoi se do të vriste. Alma u drodh. Dhe ti më le, të lashte një familje që besoja se do të mbronte. Po pastaj Arturi të kërkoi. Elira nxori një kuti të vogël. Brenda ishte një fotografi dhe një dokument. Ai të gjeti pas shumë vitesh. Alma lexoi dokumentin. Ishte një analizë ADN-je. Ajo dhe Arturi. Rezultati ishte i qartë. Lidhja biologjike. 99 i. Alma filloi të qante. Ai e dinte. Po. Pse nuk më tha? Elira e pa. Sepse donte të mbronte. Në atë moment dera e vilës u hap me forcë. Burra hyn brenda. Elira kapi dorën e Almës. Duhet të ikim. Por një zë u dëgjua nga korridori. Nuk keni ku të shkoni. Ishte një nga njerëzit që i kishte ndjekur. Ai mbante një armë. Dokumentet. Alma shtrëngoi kutin. Nuk i ke. Burri buzëqeshi. Do t'i kem. Papritur u dëgjua një zhurmë nga pas tij. Burri ra. Pas tij qëndronte besniku. I plagosur, por ende gjallë. Menduat se më vran, tha ai duke buzëqeshur. Alma vrapoi drejt tij. Je gjallë. Me shumë vështirësi. Pas pak mbërriti policia. Adriani kishte arritur të telefononte autoritetet para se të largohej. Njerëzit që kishin hyrë në vilë u arrestuan, por ende mungonte një person. Arturi. Kur Alma u kthye në vilë, gjeti ambulancën jashtë. Vrapoi drejt dhomës së gjyshit. Arturi ishte ende gjallë. Ai hapi syt. Kur pa Almën, buzëqeshi. E gjete nënën. Alma po qante. Po. Arturi mbylli syt. Mirë. Pse nuk më the të vërtetën? Sepse doja të kishe një jetë normale. Dhe tani,
Tani duhet të dish gjithçka. Alma ju afrua. Arturi i dha një zarf. Ky është testamenti i vërtet. Alma e hapi. Brenda kishte një dokument. Pasuria prej $10 milion i lihej Almës. Por kishte edhe një kusht. Ajo duhet të përdorte një pjesë të pasurisë për të krijuar një fond në emër të nënës së saj. Arturi tha, parat nuk janë arsyeja pse të zgjodha. Atëherë cila është? Ai buzëqeshi, sepse ti ishe vetmja që më kujtove se mund të bëhesha përsëri njeri. Alma e përqafoi. Për herë të parë, Arturi filloi të qante. Më fal. Për çfarë? Për vitet që të humba. 3 muaj më vonë, familja u mblodh përsëri, por këtë herë në tavolinë nuk kishte debate. Alma ishte ulur në krye. Pranë saj ishte nëna e saj, Elira. Besniku kishte mbijetuar. Adriani kishte dëshmuar kundër njerëzve që kishin kërcënuar familjen. Pasuria u nda sipas testamentit, por Alma bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo nuk i mbajti të gjitha parat. Ajo krijoi një fond për fëmijët pa prindër. Dhe një pjesë të madhe të pasurisë ia dha nënës së saj. Kur gazetari e pyeti, pse nuk i mbajtët të gjitha $10 milion? Alma buzëqeshi, sepse gjyshi im më mësoi diçka. Çfarë? Ajo pa drejt kamerës. Pasuria më e madhe nuk është ajo që trashëgon, është ajo që lë pas. Por kishte edhe një mister të fundit. Disa javë pas vdekjes së Arturit, Alma mori një zarf tjetër. Nuk kishte emër dërguesi. Brenda ishte vetëm një fotografi. Në fotografi ishte Arturi, por pranë tij qëndronte një burr që Alma nuk e njihte. Në pjesën e pasme shkruhej: Arturi nuk ta tregoi kur të vërtetën për baban tënd. Alma e ktheu fotografin. Në cep ishte një datë, 1996, dhe poshtë saj vetëm 4 fjalë. Historia sapo fillon. Alma ngriti syt dhe kuptoi se $10 milion nuk kishin qenë fundi i historisë. Kishin qenë vetëm fillimi.